dhe në fakt do të përqendrojmë vëmendjen tonë tek pijet e gazuara, të cilat janë kthyer në një shoqërues të përditshëm në tavolinat tona, por sa të padëmshme ose të dëmshme janë ato në të vërtetë. Nga ana tjetër, shumë njerëz kërkojnë edhe formulën magjike për një bark të shesh, sidomos kur jemi në këtë periudhë, pra në periudhën e plazhit. Do të bisedojmë në studio me nutricionistin Pavli Brozi. Mëngjes. Si e ke marrëdhënien me pijet e gazuara? Vetëm ujë me gaz me limon. Kaq. Kaq. Pastaj pijet e gazuara të tjera, më thënë se njerëzit kur thonë pije me gaz, fusin dhe ujin me gaz brenda, që është komplet e gabuar, sepse deri shumë vonë një kishim mësuar që gazi ishte problem. Domethënë kur thoje pijet gazuar, domethënë njerëzit bëjnë këtë gjë që hikin nga pijet e gazuara me sheqer ke pijet jo të gazuara me sheqer, se mendojnë që këto të gazuarat me sheqer janë më të dëmshme se të gazuarat pa sheqer. Kur ndërkohë është e njëjta gjë, nuk është problemi gazi, është problemi sheqeri në atë ekuacionin brenda. Kështu që kujdes nga sheqeri, jo nga gazi. Pra uji thua. Uji me gaz është mjaftueshëm për ata që janë të fiksuar ndoshta pas këtyre pijeve. Po. Jet pak limon, ndoshta mente, ndoshta kastravec, ku diun çfarë kombinimesh mund të bësh, edhe mund të marrësh një shije. Uji me gaz ka një benefit që mund të të ndihmojë disi me tretjen, sepse krijon kështu fluska, bubble në stomak, edhe mund të ndihmojë edhe në lëvizjen e ushqimit në stomak disi. Kështu që ikni nga pijet me sheqer, jo nga mos e keni hallin të pijet me gazuar. Pastaj po the birrë që është e gazuar, prapë se është problemi i gazit, kupton, është problemi i gjë tjetër. I majas. I majas, i alkoolit, i kombinimit të gjithave bashkë. Çfarë ndodh me organizmin kur në fakt i konsumojmë rregullisht? Sidomos në muajt e verës, në fakt se aty e kemi një çika të qefin, jemi pushim edhe. Po. Tani ideja është kjo, në verë ne dehidratohemi edhe duam që të konsumojmë diçka më ujë, duam të konsumojmë diçka që të hidratohemi, që të marrim lëngje. Edhe konsumojmë për shembull një pije me gaz me sheqer, çdo lloj qoftë, ose një pije pa gaz me sheqer. Edhe për momentin ndjehemi mirë, sepse mund të jetë ftohtë, mund të ketë shije të mirë, mund të duket sikur na hidraton, por realisht na dehidraton. Na dehidraton sepse sheqeri, në moment që ti konsumon sheqer, rritet sheqeri në gjak, dhe rritja e sheqerit në gjak bën që trupi të fillojë të harxojë më shumë ujë për të ulur dhe për stabilizuar sheqerin nga gjaku. Gjithashtu trupi do mundohet edhe akoma më shumë që të uli temperaturën trupore, sepse nga një krah do punoj pankreasi për të çelëshuar insulin për të ulur sheqerin, nga një krah tjetër trupi po mundohet duke çuar gjak në lëkurë që të uli temperaturën e trupit, dhe në këtë mënyrë do dehidratohemi më shumë, do lodhemi më shumë, do ndjehemi më të kputur më mbas. Edhe si gjithmonë problemi që do të ndikojë në shtim peshe, fryrje barku, që nëse do shkosh në plazh edhe konsumon këto pije, do kesh fryrje barku artificiale ose edhe më shumë se çdo kishe realisht. Kështu që 3 probleme shumë kryesore. Dhe këto janë këto janë ato 3 problemet kryesore dhe pse ndjen të fryrë edhe pa konsumuar ndoshta pije të gazuara. Disa njerëz ndjen të fryrë thonë vdiqja, plasa. Nuk e di se çam ka bërë keq. Atëre, fryrja e barkut është si pasojë e një cikli të madh të ushqyerjes keq. Sepse shpesh herë njerëzit ja vënë fajin fryrjes një ushqimi të caktuar. Pra konsumojnë një ushqim specifik edhe mendojnë që ky ma bëri fryrjen e barkut. Por realisht duhet shikojnë ushqimet që kanë konsumuar gjatë ditës. Duhet shikojnë gjumin, a e kanë bërë mjaftueshëm apo jo. Duhet shikojnë nivelet e stresit, a i kanë të larta apo jo. Sepse është një cikël i madh që ndodh që ty të jep që të kesh fryrje barku. Shpesh herë fryrja e barkut është inflamacion. Inflamacioni, shumica e njerëzve sot kanë inflamacion kronik. Inflamacion kronik do të thonë që ke konsumuar aq shumë ushqime të këqija, ku ushqimet e këqija hyn këto pijet me sheqer të shtuar, hyn fast foodet, hyn ushqimet e ultra të përpunuara, patetina, ëmbëlsira, etj. Njerëzit i dinë pak a shumë. Edhe krijohet inflamacion kronik. Inflamacion kronik është që trupi lufton gjatë gjithë kohës me veten e tij për të larguar këto pislliqet, në thonjza që ne i vendosim. Edhe ky inflamacioni të bën që të kesh fryrje barku, të kesh, po jo vetëm fryrje barku, po kanë dhe fryrje fytyre, kanë dhe fryrje ndoshta duar, zgjohen mëngjes e kanë fytyrën kështu sikur po i plas. Edhe është
si thua, mbajtje ujë, inflamacion etj. Që është një kombinim i stilit të jetesës që njerëzit bëjnë. Dhe unë e përmenda pak, por pashtu edhe ti e përmende, sidomos vajzat. Në sezonin e verës, fokusohen tek barku i sheshtë. Ndërkohë që gjithë periudhën e dimrit, ndoshta edhe kanë abuzuar pak. Normalisht. Çfarë mund të bëjnë ato? Dhe si mund ta kenë atë barkun e sheshtë ndoshta për 2 javë, teksa kanë prerë edhe atë biletën e pushimeve? Po, pushimeve. Tani, logjika do ishte një formulë do fillonte nga gjërat më bazike deri ke gjërat më ekstreme, varet se çfarë do ti dhe sa i vendosur je për të arritur rezultatet. Gjërat më bazike do ishte heqja si fillim fare e gjithë sheqernave të shtuar, sheqerit bardh, ëmbëlsirave, heqja e gjithë ushqimeve të përpunuara, patetina, fast food, pica e kështu me radhë. Fokusi tek ushqimet natyrale, tek perimet, tek frutat, tek bulmeti, tek peshku, tek mishi kuq deri diku jo shumë, sepse në verë mund të të ndikoj tek tretje më ngadalt. Pra si fillim do ishte kjo logjik, ushqime natyrale. Pastaj nëse nuk janë të kënaqur me rezultatin që mund të arrijmë për 2 javë duke bërë këto gjëra që janë disi bazike për mendimin tim, atëherë mund të kalojnë një hap më tutje që është pak më ekstreme, por thash, varet se i vendosur je për të arritur për 2 javë bark të sheshtë, mund të heqin brumrat më pas. Pastaj mund të heqin bukën komplet, mund të heqin orizin komplet, mund të heqin makaronat komplet. Pra çdo gjë që ka përbërje mielli, brumi, mund ta heqin totalisht. Ngelim fokus vetëm fruta, perime, bulmet, edhe proteina, pul, peshk e kështu me radhë. Pastaj nëse janë akoma më të fiksuar dhe duan akoma më shumë rezultate, mund të heqin edhe bulmetin, sepse edhe bulmeti shumë njerëzve mund t'i japë edhe fryrje barku. Qumshi apo të kosi? Qumshi kryesori, kosi pak më pak, kefiri më pak akoma. Pra më pak i predispozohet t'japi fryrje barku. Pra mund të heqin edhe bulmetin, pastaj e fundit fare, nëse janë të fiksuar deri në fund që duan që ta kenë vërtet barkun sheshtë kështu për 2 javë realisht, ndoshta mund të bëjnë edhe të heqin frutat komplet. Të bëjnë dietë vetëm me proteina, pul, perime dhe kaq. Tash nuk po them që është zgjidhje e mirë për një njeri që do të humbi peshë, pra të bëjë dietën keto me pak fjalë, por nëse një njeri do të arrijë rezultate për 2 javë, që është relativisht shumë e shkurtër dhe e ka ndarë mendjen dhe do të arrijë qëllimin e tij, kjo është rruga. Realizohet, është e realizueshme nëse ke ndoshta edhe dhjam në pjesën e barkut? Sepse duket sikur se është shumë vonë. Nëse ke shtresat dhjamit të viteve më parë. Po. Tani për 2 javë të djegësh dhjamin është relativisht goxha e vështirë. Por një gjë që do të ndodhi, është ose për shembull ndjek dietën keto, që është ekstremi i fundit fare, madje nëse do më shumë ekstrem akoma, mund të bësh kombinim keto me fasting, pra të konsumosh ushqim për shembull nga ora 10 e paradites deri në orën 6 mbas dite dhe kaq brenda këtij orari, pastaj mos konsumosh më ushqim. Edhe këtë ta kombinosh me dietë keto me pak karbohidrate, që janë me vërtet goxha ekstreme. Ajo që do ndodhi realisht është që do humbësh më shumë ujë të mbledhur. Sepse një molekul glikogen ka 4 gram ujë, edhe 4 molekula ujë. Kështu që duke humbur gjithë glukozën, glikogenin nga trupi, duke mos konsumuar karbohidrate, normalisht humbet dhe ujë. Në verë mund të jetë pak e rrezikshme, sepse dehidratimi bën punën e vet, ndërkohë që edhe ti shkon dhe humbet akoma më shumë ujë, pra mund të bëhet pak e rrezikshme, por që, thash, më shumë do mbasësh masë ujore se sa masë dhjamore. Sepse masë dhjami për 2 javë është pak e vështirë. Fasting, djeg dhjam, është metoda më efektive për djegur dhjam, sepse gjatë periudhës që ti nuk ha ushqim, nuk e rritet sheqerin gjak, edhe trupi kalon nuk djeg më glukozën për energji, por fillon djeg dhjamin për energji. Por që... Sa efektive është fasting? Atëherë fasting... Tek ta personat pak. Fasting, për mendimin tim, është mënyra... Dhe si mund ta mbajnë atë, për shembull? Fasting është mënyra më efektive për të djegur dhjamin, verë në dimër kur do qoftë. Sepse, thash, trupi funksionon kështu. Momentin që ti ke insulin të lartë, edhe insulina rritet kur konsumon ushqim, nuk është një gjë e keqe. Pra, konsumon një gjë që ka karbohidrate, dhe rritet sheqerin gjak, rritet insulina, e merr sheqerin e çon nëpër qeliza e kështu me radhë. Momentin që ke insulin të ngritur në trup, trupi nuk djeg dhjam. Pra, biologjikisht nuk mundet të djegë dhjam. Pra, stopohet procesi i djegjes dhjamit edhe vazhdon me proceset e tjera. Ndërsa, në momentin që insulina rrie ullur, atëherë trupi fillon dhe kalon djegjen e dhjamit. Kështu që kur ti bën fasting, logjika kryesore është që të mos të rritesh insulina, një ndër logjika. Kështu që
Gjatë asaj periudhe që ti nuk ha ushqim, ke djegë dhjami. Tash si mund ta bësh fasting, sepse shumë njerëz bën një gabim ke fasting. Bëjnë fasting, për shembull thonë do haj brenda një dritare 8 orarësh, 6 orarësh, po ama do haj çfarë të dua. Pra e kanë kështu si justifikim që mund të hanë ëmbëlsira, fast food, bandit orare, sepse thonë po haj të limituar. Por do ketë dy probleme. Problemi i parë do jetë që nuk do ta mbash dot, pra atë pjesën tjetër të ditës që do rish pa ushqim do ta kesh shumë të vështirë, sepse Kush e thon këtë? Këtë e thonë influencer, që mund të hash në këtë periudhë kohe. Apo jo? kush që të hash brenda. Që mund të hash çfarë të duash, ëmbëlsira, ku Po influencerat, njerëzit me mendjen e tyre se mendojnë po sakrifikoj si orientohen, pjesa më e madhe orientohen aty. Po, normal, ore po edhe në Ramazan, pak a shumë një ta gjën dot, pavarësisht Ramazani nuk është për dobësim, po nuk hanë gjithë ditën dhe pastaj në darkë hanë maksimumi ushqimeve të këqija që mund të hahet. Pra ëmbëlsira. Fillojnë nga hurmat, kështu që edhe vazhdojnë me ëmbëlsirën. Ato që din. Realisht. Po, edhe pastaj vazhdojnë me baklava. Gjithsesi se Ramazani është gjë tjetër. Por fakti që ti të mendosh që do hash vetëm brenda 6 orëve në ditë, do hash çfarë të duash, thash do ketë e para gabimi do jetë që nuk do e mbash dot. Pra nuk do ta kesh pamundur që të rish pjesën tjetër ditës pa ushqim, sepse trupi do vlera ushqyese, do vitamina, do minerale. Edhe e dyta nuk do humbësh pesh. Pra do bësh të njëjtin gabim që po bën, thjesht do vuash çik më shumë, do rish pa bukë. Kështu që mënyra më efektive është ushqime natyrale, pak më shumë fokus tek proteinat dhe tek yndyrnat e shëndetshme, sepse ato janë ushqime që treten më ngadalë, edhe ti ke, si thua, të mbajnë më gjatë të ngopur. Pra, fokusi për mendimin tim do ishte veza, fokusi do ishte fileto pulës, fokusi do ishte peshku i bardh, peshku ton, kefiri, pse jo, një djath parmigiano që është me shumë pak laktozë, sepse është i fermentuar. Fokusi do ishte fibrat, frutat e thata, do ishin arrat, do ishin bajamet, do ishin perimet e stinës që janë tani, edhe frutat patjetër që jo, por ama jo të rish vetëm dhe të fokusohesh te frutat, sidomos kur bën fasting, sepse nuk të mbajnë të ngopur edhe do vuash pra hiq brumrat njërë. E thënë më troç. Atëre logjika është që kur ti konsumon ushqim brenda 6 orëve, duhet t'i zgjedhësh shumë mirë ushqimet. Po, edhe brumi, nuk po them ta heqësh, por kur bën fasting, është një ushqim që nuk do të mbajë shumë gjatë. Për shkak se ti e konsumon një pjatë makarona me salcë për drek, nuk do të mbajë të ngopur, që të rish deri ditën tjetër pa ushqim. Do jetë shumë e vështirë. Po ndoshta e alternon me këto frutat e thata, me ndonjë frut me ndonjë, ku di unë? Jo, ideja është marrë sasinë e proteinave të dur. Nëse nuk merr sasinë e proteinave të dur gjatë ditës, do mos kur bën fasting, do ta kesh shumë të vështirë që ta realizosh dhe ta mbash. Kështu që do të jesh goxha më i kujdesshëm me ushqimet që zgjedh. Nuk e luksin që të bësh gabime ndoshta në thonjza, sepse më kaloj orare dhe pastaj nuk mundesh konsumosh më, ose do konsumosh. Kush po të shaf. Dhe këshilla jote për të gjithë vajzat dhe djemt, por megjithatë edhe për ato nënat të cilat sapo kanë lindur dhe ndoshta duan të vinë në linjat e tyre trupore që në ato ditët e para. Por pa dëmtuar shëndetin për fëmijën. Po, që janë me gjithëdhënie, pra. Që janë me gjithëdhënie. Atëre, nënat me gjithëdhënie, për mendimin tim fokusi kryesor është shëndeti fëmijës, në qumshi e kështu me radhë, është një dietë normale, si çdo ndiqte çdo njeri tjetër pak a shumë, duke hequr disa ushqime, për shembull, si brokoli, lule lakra, po që nënat besoj nga bëjnë me eksperiencë, e shikojnë dhe e provojnë. Janë këto ushqime që mund t'i japin shihet keqe qumshit, mund t'i japin gazra fëmijës e kështu me radhë, por që për mendimin tim është një dietë, duhet të jetë një dietë normale, madje një dietë e lehtë, jo dietë ekstreme, sepse shumë nëna madje ashtu kohët e fundit edhe në shtatzani duan të bëjnë dieta dhe duan që të mbajnë regjime ekstreme që mos shtojnë peshë, mendimin tim është shumë e gabuar. Kështu që duhet të kenë kujdes, të jetë një dietë sa më e lehtë, sa më normale, të rikthehen gradualisht në ushqimet e shëndetshme, thash ushqimet natyrale, normalisht sheqere këto s'bëhet fjalë, të konsumojnë mjaftueshëm proteina gjatë ditës, mos të abuzojnë me alkoolin normalisht, por mos bëjnë dieta ekstreme. Mos të fillojnë dhe të ulin kaloritë me shumicë, sepse mund të ndikojë ke cilësia e qumshit dhe mund të ndikojë ke shëndeti i fëmijës, që për mendimin tim nuk ja vlen. Por një stil jetese gradualisht kthehesh normalitet, dietat ekstreme mund të bëhen shumë problematike, kur të ulësh shumë kalori,
bësh keto, fasting e tjerë, mund t'i kalojnë stresin që po ti po kalon tek qumshi, tek fëmia, edhe mund të bëhet problematike. Kështu që keni kujdes edhe atëherën kur i mendoni të bëni edhe dieta ekstreme, Nëna shtatzani është merë. është absolutisht, Në gjithë dhënie është pak më shumë kujdes duhet të kenë, por që edhe personat të tjerë. normalisht, qofse ushqehesh shëndetshëm 90% të kohës, nuk do kesh këto probleme. Qofse ushqehesh shëndetshëm 10% të kohës, do t'i kesh këto halle. Do t'i kesh këto halle, Normal. E pastaj do të dëgjoni edhe Pavlin. Do më gjoni mu që t'ju them bëni keto. Faleminderit.